Momentet këqija, po gjithsesi, po thë momentet këqija pasi vitin e kalun kanë humbë në barazh. Thot, po ky trener me këtë staf, me Fronikelin ka humbë barazh. Do thot, edhe në momentet të rondat vështira e ka përkra, e ka mbështet edhe ju ka dalë me sukses. Ja këtë vit po e shohim, do thot, në Super League Prishtinën e Re. Pra, kur bëhen gjitha këto, atëherë gjithmonë ka me qenë suksesshëm. U përmend edhe drejtori sportiv e luan rolin kryesor me trajnerin, për ardhjen e lojtarëve, do të thotë për marrjen, cilësinë edhe për gjithçka. Edhe po besoj që është bërë një punë sistematike, një punë shumë e mirë. Duke marrë lojtar, a duhet ketë në kryesi e ki fjalën? Të drejtori sportiv tek pjesa. Po nëse ky drejtor i ka sjell deri në këtë moment, atëherë nuk mendoj që duhet bëhet zavendësime apo ndryshime të stafit. Vetëm kjo bëhet nëse ata nuk i besojnë, atëherë kjo mund ndodh. Por ndryshe, nëse ky drejtor sportiv ka arrit me konsolidu një ekip me trajnerin së bashku, edhe kjo ekip ka qenë e suksesshme, atëherë nuk se di pse duhet të ndërrohet, po gjithsesi edhe Erdini përmendi ndoshta pak si habitshëm. Po e kemi dëgjuar që mund të ketë për ata dhe ndoshta po qarkullojnë këto zora, ndoshta edhe ti për ata po pyet, po gjithsesi ata vendosin gjithmonë të e ditë dhe të bazu në punën e tij edhe besimin e tij që kanë për të. Unë po mendoj që Prishtina ka bërë senzacion në futbollin e Kosovës. Unë shpresoj që këta të vazhdojnë rrugtimin e tyre edhe në Super League, të forcohen me lojtarë shumë cilësor, lojtarë të ri, t'ju japin mundësi lojtarëve të ri, po gjithsesi të komponojnë edhe me lojtarë të vjetër që kanë do të thotë lojë ose përvojë më mirë më thon Super League. Duhet më theksu edhe ky fakt që Prishtinën e Re ka ndihmu ligji i sponsorizimit, pasi e dim që është si një kompani shumë e fortë, edhe gjithsesi se ligji i sponsorizimit është ai vetëm që mundet të dëmtuar dhe mundet mos pilon të vazhdojnë këtë rrugtim që kanë në mënyrën më të mirë. Por ndryshe, jo vetëm Prishtinën e Re, po gjitha ekipet mund t'i dëmtoj. E dim gjithë sa ekipet përfitojnë, sidomos to ekipet e Kreut, 1.200.000, 1.300.000, kështu që ligji i sponsorizimit është determinant për financa. Sigurisht është një ligj i sponsorizimit që është shumë i mirë, edhe po besoj që tash edhe të licencohet edhe federata në ministri, edhe të vazhdoj. Ka përfunduar proces dhe tash është sigurt. Po, mund të aplikojnë për vërtetime në ti mësove dhe muse dhe në shkollat e futbollit. Për ata më shumë ti po interesant. Po, mundesh më shku me aplikum. Kjo është një gjë shumë e mirë, pasi edhe federata ka punu këtë farë aspekt, edhe sigurisht se tash edhe ekipet mund të akzojnë ligjin e sponsorizimit, edhe të vazhdojnë rrugtimin e tyre, edhe të shohin planet se si janë do të përtarmen. Me çfarë lojtarë të përforcohen, a do të ndryshojnë në staf, a do të ndryshojnë edhe pse edhe unë kam dëgjuar diçka që edhe në staf mund të ndryshohet, po gjithsesi mbetet të shihen të ardhmen. Unë më veç mi përgëzu për këtë punë të jashtëzakonshme të kryesisë.